Në qershor të 2024-s, në projektin tim për zhvillimin e këtij institucioni, unë kam folë për tradit, transparencë dhe transformim. Jam sot para jush në emër të së dytës, pra të transparencës. Rektori Tonin Gjuraj u përpoqet konferencës për mediat të bëjë transparencë për punët e bordit në zgjedhjen e administratorit të ri dhe nuk bën transparencë për vete, ashtu siç pati premtuar në fushatën e tij elektorale. Gjuraj ankohet me komentet e tij për mbledhjen e bordit të administrimit në lidhje me procedurën e ndjekur për administratorin e zgjedhur, ndërkohë nuk bën transparencën dhe komentet për mbledhjen e Senatit, të cilin nëpërmjet presionit që i bëri anëtarëve të tij e çoi votimin tek kandidati që ai kishte preferencë. Senati për kompetencë të rast bën kontrollin e ligjshmërisë së kandidaturave, ndërkohë rektori Gjuraj, sekretari i Senatit, nuk lejoi kontrollin e ligjshmërisë së dokumentacionit nga ana e Senatit për kandidatët dhe nuk e lejoi Senatin të votonte kandidatura emër për emër dhe me votim të fshehtë. Në këtë mënyrë, Senati do të zgjidhte mbi bazë ligjshmërie dhe i pavarur. Gjuraj preferoi të votojë listën e blok, çka eliminoi për zgjedhjen dhe votimin e Senatit illat të drejtë katër kandidatëve të vazhdojnë procedurën e zgjedhjes në bordin e administrimit, i cili ka kompetencën e vazhdimit të procedurës së përzgjedhjes nga pikëzimi deri në votim. Pasi kërcënoi anëtarët e Senatit, vazhdoi me kërcënime edhe në mbledhjen e bordit, duke u përmendur anëtarëve femra, familjarë të tyre jashtë universitetit. Vazhdon edhe pas mbledhjes duke komentuar pikëzimet që dy anëtarët femrat e bordit kanë dhënë për kandidatët, ndërkohë për hir të transparencës nuk përmend pikëzimet e kryetarit të bordit, as anëtarëve të bordit që janë përfaqësues të Ministrisë së Arsimit. Shkon deri aty sa kërkon dorëheqjen e dy anëtarëve femrat e bordit dhe në rast mos dorëheqjes i kërcënon me rivotimin e tyre në Senat për t'i hequr, me këtë del haftazi si rektor që nuk respekton ligjin, statutin e universitetit dhe as kodin e etikës. Në konceptin e tij, çdo kush që nuk voton dëshirën e Toninit është i paligjshëm, i paaftë dhe pa integritet. Gjatë intervistës, rektori Gjuraj sulmoi në mënyrë të kundërligjshme kandidatin fitues, duke u përpjekur ta poshtojë nëpërmjet diskriminimit, si mosha, aftësia, shprehjet dhe vendet e punës së tij të pashme e të tjerë. Ky mbledhje i rektorit vjen pasi nuk arrit të shpatë fituese kandidati i tij e preferuar, e cila ishte një antare e bordit, e cila në vlerësimin e dosjes i jep njërës për i kandidatëve, zonjës Kozeta Jana, i jep 50 pikë. Gjuraj manipulon kur thot se puna zgjedhjes së administratorit është pjesë edhe kompetencë të rektorit. Në fakt ajo është kompetencë ekskluzive e bordit të administrimit. Ai përpiq të manipulojë me ligjin, i cili përcakton qartë dhe ndaraz kompetencat akademike të rektorit dhe kompetencat ekonomike e financiare të bordit të administrimit. Këto kompetenca nuk interferojnë në asnjë enë të ligjit. Tani pritet mbledhja e bordit dhe marrja e detyrës nga zoti Molla.